A konsiderojnë që nuk ka urgjencë në formimin e institucioneve dhe pse? Për ato çështjet e tjera të bllokimeve janë në Prishtinë, ne jemi për ndërtim këtu. Pas takimit me presidentën, ju nuk jeni pa duke dalë te mediat, po është thonë që ju keni deklaruar që nuk ka urgjencë. A konsiderojnë që nuk ka urgjencë në formimin e institucioneve dhe pse? E dyta, është thonë nga Fatulleci që pasi që të kalohet, do të fillimisht të kalohet votimi i fshat, pastaj të vditet për emrin e kandidatit, a do të thotë kjo që mund të mos jetë Albulina Haxhiu kandidate për kryetare të parlamentit dhe e fundit se ndoshta pak e zota, por e kemi pasur që i keni dërguar ftesë për bashkëqeverisje vetëm DDK-s, ndërsa në anën tjetër ka qenë Partia Demokratike që ka ardhur zakonisht për të gjitha takimet që i keni ftu. Pse nuk e preferoni një koalicion me PDK-n duke pasur që po duken pak më të përafërt edhe mundet me që ndoshta një koalicion që e zgjidhë çështjen e presidentës vitin e ardhshëm? Kohëzgjatja e punimeve për banimin e përballueshëm edhe social është 3 vjet, duke filluar nga tani, dhe ky është një lajm i mirë për Llapin, siç e tha dhe zëvendës ministri Raka. Prej 38 komunave, vetëm 13 kanë aplikuar për banim përballueshëm edhe social. Është për të ardhur keq, meqense çiftet e reja, prindrit vetushqyes, anën mban Kosovës kanë nevojë për banim të përballueshëm edhe social. Me këtë rast ne po dëshmojmë që më e madhe është oferta e qeverisë sesa kërkesa e komunave. I bie që parafërsisht prej 3 komunave vetëm njëra prej tyre aplikon banim të përballueshëm dhe social, ndërkaq 2 prej tyre nuk e bëjnë këtë gjë. Fatmirësisht Podujeva e ka bërë aplikimin dhe tash po e fillon realizimin. Për ato çështjet e tjera të bllokimeve janë në Prishtinë, ne jemi për ndërtim këtu. Faleminderit shumë. Po ndini vetëm përgjegjës mësues e një partie Po vazhdojmë me koktejl që do lutem.